Përshëndetje shikues të nderuar. Në media ka qarkulluar një lajm se në shkollën Rifat Gjota, në qendrën e votimit më të madhe të komunës së Pejës, kanë dalë me votu mbi 8.000 qytetarë, por kanë votuar deri në këtë momente. Për me verifikuar se ky informacion është i saktë, ne kemi ardhur dhe bashkë jemi me menaxherin e kësaj qendre, drejtorin e shkollës. I nderuam fillimisht emrin mbi emrin, edhe është i vërtetë ky informacion që kanë dalë 8.000 qytetarë me votu deri në këtë momente? Faleminderit për vizitën. Jam drejtori i shkollës Rifat Gjota, njëkohësisht edhe menaxheri i kësaj qendre. Siç e the edhe ti, është qendra më e madhe e votimit në komunën e Pejës. Jo, nuk është informatë saktë, sepse në këtë qendër janë gjithsej 8.448 votues, gjithsesi me të drejtë vote. Mirë, po kjo informatë ndoshta ka lëshit për shkak të ndoshta e kanë përzim me numrin e votuesve. Mirë, po për informatë ju jepin se deri në ora 10 në këtë qendër kanë votuar 294 persona, gjithsesi votues. Sa qytetar kanë drejtë edhe njëherë drejtor me votu në këtë qendër dhe çush ka shku procesi prej mëngjesit deri më tani? A ka shku gjithçka në rregull? Ka nisë me kohë? Po, përsëris edhe njëherë janë 8.448 votues, domethënë me të drejtë vote. Votimi ka filluar që në orën 7 të mëngjesit, ka rrjedhë në mënyrë normale, si fillim ka pas votues në mënyrë sporadike, mirë po tash është një fluks pak më i, ndoshta edhe temperaturat e ulta kanë ndikuar që ky fluks të jetë më i vogël se sa zakonisht. Faleminderit shumë drejtor. Shikues të nderuar, këto janë informatat e fundit nga shkolla të cilën jemi në Pejë. Na do të qëndrojmë gjatë gjithë kohës në Pejë, por edhe komuna tjera të Dugaxhinit me i përcjell zhvillimet rreth procesit zgjedhor. Për çdo informacion ju vazhdoni me na përcjell në kallzo.com.